Nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e takimin e përjavshëm në kopshti i devotshmërisë. Do të flasim sot për përpjekjen si një koncept i cili lidhet ngushësisht me atë se çka thot Zoti në Kur'an dhe atë se çka na orienton profeti Muhammed alayhis salam. Përpjekja është një dimension ku ne shpesh e përdorim në rrugtimin e jetës tonë, në fushat ndryshme, në profesionin ton, në biznesin ton, në angazhimet tona, në suksesin që duam në jetën e kësaj bote. Po ndërkohë, përpjekja lidhet dhe me suksesin që duhet na çojë drejt lartësimit shpirtëror dhe fitimit të xhenetit. Për të folur mbi këtë temë, ne sot do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë Hoxhën nderuar Hoxh Ervin Qulaf. Hoxh, mirë se vini. Mirë se jeni. Hoxh, nëse flasim për përpjekjen, unë do doja që të citoj një hadith ku konkretisht Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon se profeti Muhammed alayhis salam falej natën saqë i heqteshin këmbët. Unë e pyeta, pse po e bën këtë i dërguari i Allahut, përderisa Allahu t'i ka falur mëkatet e kaluara dhe të ardhshme. Ai u përgjigj, a nuk duhet të jem unë një rob falënderues, dhe duke i referuar këtij shembullit profetik, ku profeti Muhammed alayhis salam ishte garantuar, po themi, suksesi. Si duhet ta kuptojmë çfarë na mëson ky shembull në raport me përpjekjen tonë, për kushtimin tonë, në qëllimet tona, po themi, qoftë në jetën tonë, qoftë në fen tonë, qoftë në ambicet tona. Atëra, bismillahirrahmanirrahim. Për të bërë një parantezë, përpjekja gjithmonë është kuptuar si një përpjekje apo si një aktivitet fizik që përkthehet në vepra konkrete. Duke lënë në një aspekt shumë të rëndësishëm që është e brendshmja. Dhe faktikisht përpjekja është një balancim mes brendshmës dhe jashtmes. Aq më tepër që e brendshme është ajo e cila apo resursi kryesor i aktivitetit ton fizik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin e lartë përmendur nga ju na jep një formulë e cila faktikisht rrëzon shumë teori, qofshin ato filozofike, sisteme filozofike, por edhe shumë ide të gabuara që ne marrëdhënie me Zotin e kemi ndërtuar me biznesin. Pra, unë veproj, falem, agjëroj që të marr diçka kundrejt. Lodhem dhe duhet të marr diçka që cila është e prekshme. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u pyet pse e vepron ti këtë gjë, ndërkohë që Zoti ta ka dhënë, pra Zoti e kishte dhënë paraprakisht, përpara se ai të lodhej dhe të mundohej, po themi, natën në këtë rast. Ka thënë, unë dëshiroj të jem njëri falënderues. Pra, që e ngren një standard më të lartë adhurimin, nga adhurimi në formë biznesi, pavarësisht se kjo është e pranuar, sepse kontingjenti më i madh i njerëzve besimtar janë ato të cilët e përkthejnë besimin jo e përkthejnë besimin si veprimtari e përditshme, por e ngjasojnë besimin dhe bëjnë një lloj analogjie ashtu sikur të bëjë biznes jap marr në jetën e përditshme me njerëzit, me marrëdhënie njerëzore, ashtu do të jetë marrëdhënie me Zotin. Pra do të marr diçka kundrejt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mundua që ta ngrej standardin e konceptit për adhurimin në një standard më të lartë, niveli i dytë, mund të them, i cili është mirënjohja. Pra, ne duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit, sepse burimet e dhurimit, të gjitha aftësitë tona, të gjitha rezultatet tona, të gjitha sukseset tona në këtë botë, por edhe në botën tjetër, janë si pasojë e dhuratave të pafundme ndaj Zotit, sepse fundi ne kemi obligim që t'i përkushtohemi Zotit, sepse na ka sjellur në jetë, pra domethënë na ka krijuar dhe ai meriton adhurimin ton. Pra është detyrë që duhet ta bëjmë, jo sepse ne duhet bëjmë diçka kundrejt. Kur adhurimi ngrihet në këtë lloj faze dhe në këtë niveli, pra mirënjohje, e tejkalon lodhjen dhe nuk shikohet më si barr. Ajo shikohet si kënaqësi shpirtërore, pavarësisht se ajo mund të jetë mundim e ndja këmbëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mund të jetë mundim në një farë mënyre për trupin, por është kënaqësi për shpirtin, i cili e refuzon dhe e menjanon dhe nuk e fokuson dhe nuk përqendrohet tek dhimbjet e përkohshme apo tek mundimi i përkohshëm, sesa tek ajo perspektivë për të ardhmen e tij, domethënë për kënaqësinë e Zotit dhe xhenetin në botën tjetër. Prandaj, shumë filozof bashkëkohor e shikojnë që shkëputja nga prangat e varësisë dhe lumturia arrihet duke bërë diçka e cila sjell dobi. Sidomos kjo dobi i ofrohet një komunitet të gjerë njerëzish. Prandaj, kur ngrehemi nga niveli i biznesit tek niveli i mirënjohjes
dhe i ofrimit nga dhuntit që na ka dhënë Zoti, qofshin këto dhunti të cilat ne mund t'i kufizojmë vetëm në kontributin familjar, por edhe shoqëror edhe më gjerë, atëherë ne jo vetëm që marrim shpërblimin e Zotit dhe kënaqësinë e tij, por edhe ndjejmë një lloj kënaqësie të cilat nuk na jep asgjë tjetër, as paraja, as njohja, as fama, as një lloj atributi tjetër njerëzor. Me që përmendet rastin e biznesit, pikërisht janë biznesmenët ata të cilët edhe pse ndoshta kanë fituar shumë, sërish nuk lodhen duke bërë biznes. Pra duket sikur i është kthyer, po themi, në një burim kënaqësie. Dhe ne nuk habitemi pse një biznesmen edhe pse është milioner vazhdon sërish të shes, të fitoj dhe të marr. Dhe ndonjëherë na duket sikur mjaftohemi me pak adhurime, duke thënë se kemi kryer shumë në adhurimet tona. Pra, duhet që përpjekja të jetë një cilësi e cila nuk ka kufi, por duhet të jetë gjithmonë një ambicie e cila na fton për ta shtuar, po themi, përpjekjen tonë në të gjitha fushat edhe shpirtërore. Patjetër, se pejgamberi vetë në hadith thotë që vepro mirë, bë mirë, wala ta'jaz, dhe mos u trego dështak, ose mos u ndjej i pamundur. Që do të thotë, ne duhet ta përkthejmë aktivitetin tonë, përpjekjen tonë nga përpjekje për mbijetesë në model jetese dhe integrim në jetën tonë. Që thotë synimi do gjithmonë të jetë më larg. Jo vetëm kënaqësia e përkohshme, jo vetëm rezultati i përkohshëm, por akoma më tej që është po jo vetëm për të kaluar klasën, për të bërë minimumet e gjëra, pasi shpesh po themi mjaftohemi me ato kufit madhor edhe mendojmë se jemi të suksesshëm. Ndërkohë shembulli i profetit Alaihissalam vjen ndryshe. Ndërkohë profeti Alaihissalam thotë që të bëhem të jem rob falendërues. Pra e bëj gjithë këtë që të arrij gradën e një, po themi, robi falendërues, me modesti, pasi ai ishte i dërguar i Zotit dhe përmend fjalën rob. Dhe shumë njerëz mendojnë se janë mirënjohës dhe falendërues ndaj Zotit. Po si ta kthejmë ndjenjën e mirënjohjes në një aktivitet konkret? Pra shumë njerëz mendojnë se e duam Zotin, e kemi zemrën plot me besim, po ndërkohë si të kthehet kjo në qëndrime dhe në aktivitete konkrete me dobishmëri të prekshme në mënyrë? Falënderimi faktikisht në termat fetar është ndjenjë në radhë parë, është dhe aktivitet. Është ndjenjë sepse aty buron çdo gjë, çdo aktivitet i ynë buron nga brenda. Në Kur'anin fisnik zgjedh vargun i cili thot i'malu ala Dawud shukra. Punoni o ju familje e profetit Davud si shenjë falënderimit ndaj Zotit. Pra që do thot nga falënderim pasiv, i cili kufizohet vetëm tek ana individuale, përmbushja ose thjesht nga falënderim i gjuhës edhe i gjendet e brendshme, duke e deklaruar atë edhe me anë të një lloj aktiviteti më të gjerë, që është nëse Zoti për shembull më ka dhuruar mendje të mpret, atëherë mirënjohja e Zotit, të falënderimi dhe përpjekja për ta i afruar këtë lloj dhuntie të tjerëve është shenjë e mirënjohjes. Për të zgjidhur konfliktet e njerëzve, për të krijuar vend të punës, nëse unë jam biznesmen, jam i fuqishëm nga ana ekonomike, unë nuk mund të kufizohem duke thënë o Zot, faleminderit për dhuntit dhe për të dhuratat që më ke dhënë, për mundësinë që të bëj një jetë mirë. Por falënderimi dhe mirënjohja më maksimale ndaj Zotit është që ta përkthej këtë në krijimin e vendeve të punës, për t'i ofruar njerëzve një mirëqenie siç e kam dhe unë dhe përjetoj unë. Nëse kam shëndetin, t'i gjendem njerëzve që janë në nevojë. Nëse kam inteligjencën, kam diturinë, t'ia ofroj edhe këtë njerëzve. Pra duhet ta shohin hajrin konkretisht të tjerë dhe jo thjesht mjaftohemi me një fjalë Zot shqyr, e themi të gjithë, po ndryshe është ai që i priqet thirrjes së Zotit me vepra konkrete dhe ndryshe është ai që thjesht e shpreh me gojën në mënyrë. Pra, që të thotë që mirënjohja nuk është vetëm gjendje, ai duhet kalojë në aktivitet. Edhe gjithë feja jonë është aktivitet. Ta kapim nga fillimi dhe nga gjeneza e lindjes, nëse të them në terma që na lejohet, e lindjes Islam, sepse Islami ka qenë gjatë gjithë kohës, Islam në forma të ndryshme, por qëllimi është i njëjtë. Islami që ka ardhur tek pejgamberi Muhammed alayhi sallam, që në fillimin, dhe që në zanafillin e tij nuk ka qenë Islam pasiv, por ka qenë Islam dinamik dhe aktiv. Dhe çdo lloj ndjesie jona, dhe çdo lloj gjendje jona duhet të jetë dinamike dhe jo pasive, jo paralizuese e atyre dhuntive që na ka dhënë Zoti. Mes tyre dhe mirënjohja që si pasojë e shumë
shumë ndjesive tona, me mirënjohje shumë dhuntive që na ka falur Zoti, e shumë gjendjeve tona etj. Ndërkohë unë do të përmend edhe një hadith tjetër ku i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët. Ndon se te çdo njeri, pra tek të dy ka mirësi. Përpiqu të bësh gjëra që të sillin dobi. Kërko ndihmë prej Allahut dhe mos u tregoj pafuqishëm. Nëse të godet diçka, mos thuaj sikur të kisha vepruar kështu dhe ashtu, do të kishte ndodhur kështu dhe ashtu, por se thuaj ka deri i Zotit. Pra ndodhi caktimi i Zotit. Nga se fjala sikur i hap dyert veprimit të shejtanit. Të ndalemi tek fillimi i këtij hadithi. Profeti Selam thotë se besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur. Në ç'është kuptim forca është e lavdëruar në botkuptimin islam, për cilin të fortë ka patur profeti Selam parasysh kur na ka thënë se besimtari i fortë është më i mirë. Ai besimtari që është i fortë fizikisht, ekonomikisht, shpirtërisht, moralisht, pra cili është besimtari i fortë në botkuptimin profetik? Ne mendojmë që forca koncentrohet vetëm tek forca fizike. Faktikisht ky është mendimi rëndom të njerëzve. Por faktikisht Islami nuk e vendos gjithmonë theksin tek forca fizike. Por ai synon që të gjej nga buron kjo forcë. Forca është përkthimi i një gjendje e cila fillon me brendësin ton, ku merr pjesë arsyeja dhe shpirti ose zemra. Ndërkohë që zemra dhe arsyeja dalin në një vendim, kjo përkthehet në veprim. Dhe nëse e brendshme jon është e pa korruptuar, është e burmosur me besim, me virtyt, me moral, me parime sublime, atëherë normalisht edhe veprimtaria ime do të jetë konform dhe derivat i kësaj gjendje të brendshme. Që do thotë, nëse unë jam i edukuar me besimin islam ose me normat e virtytit dhe të moralit, atëherë rrethanet të ndryshme më bëjnë mua që të di se si ta moderoj situatën dhe çfarë vendimesh që unë të marr. Prandaj ajo që ka rëndësi nuk është e jashtmja jon, por se brendshme jon. Burimi i forcës tonë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që nuk është i fortë ai që mund të tjerët, por i fortë është ai që përmban dhe moderon veten, përmban veten ndaj zemërimit. Që do të thotë këtu tregohet burimi i forcës, sepse në gjithë historinë njerëzore ne kemi parë që forca është përqendruar tek ekspansioni, tek arritja e disa rezultateve konkrete, ekonomike, politike, shoqërore, por që përkthehen në diçka fizike, që burimin e kanë tek fizika. Për shembull, në historinë e Greqisë lashtë, Sokrati sakrifikoi vetëm për të vendosur një kriter sublim për vazhdimsinë normale të jetës në këtë tokë. Ndërkohë që ai debatonte me filozofët e tjerë se cila është drejtësia, arritën rezultatin që drejtësia nuk është produkt i forcës, që do thotë jo çdo person që është i fortë dhe i fuqishëm, ai gjithmonë domosdoshmërisht është i drejtë, por drejtësia është një lloj ekuilibri në jetën individuale dhe jetën shoqërore. Në kohën e Romës lashtë, fuqia ushtarake, fuqia ekonomike ishte ajo e cila vendoste standardet dhe kriteret e këtij virtyti, që është forca. Nga ana tjetër, Spanja muslimane e mbysi këtë lloj koncepti të gabuar që kishin njerëzit për konceptin e drejtësisë si virtyt. Se jo çdo gjë që është e fortë është e drejtë. Forca nuk është gjithmonë virtyt, por si virtyti është burimi i forcës. Ndërkohë që njeriu bën një jetë të pa korruptuar, nuk tundohet përballë korrupsionit dhe përballë atyre ofertave të cilat ja korruptojnë dhe e kontaminojnë shpirtin e tij dhe besimin e tij. Durimi në kohës prova është integriteti, këto janë burimi i forcës reale dhe nuk është forca ajo e cila vendos kriteret e virtytit. Ndërkohë hadithi thotë na urdhëron mos u veni në formë urdhërore, pra mos u tregoj i pafuqishëm. Si mund ta luftojmë mentalitetin e dorëzimit apo të viktimës kur përballemi ndonjëherë edhe me dështime të njëpasnjëshme? Shpeshherë njeriu jeton si i burgosur i disa situatave të paqëna. Krijon me fantazinë e tij skenare pafund. Sikur të bëja këtë, se kjo rrugë që ndoqa nuk më dha rezultat dhe në këtë mënyrë ai mbetet i burgosur, i të shkuarës tij dhe ndërkohë që ai paralizon energjitë e tij për të ardhmen.
Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na këshillon që të bëjmë të kundërtën, mos thoni sikur, sepse sikur i hap derën shejtanit. Kjo sikur hap derën shejtanit, faktikisht është shumë e prekshme edhe në jetën tonë të përbishme, ose të paktën kontakte që kemi me besimtarët dhe me njerëz të tjerë. Sepse po të rrim gjithmonë peng i të shkuarës, sikur se thash do paralizojmë energjinë tona për të ardhmen, por dhe vetë fajsimi i hap derën shejtanit për të depërtuar tek zemra jonë dhe për të ngritur disa dilema, disa pyetje të pafund. Pse nuk arrite një rezultat konkret për aktivitetin tënd, sepse të gjitha shkaqet i mora. Atëherë, pse mungoi vëmendja e Zotit? Pse nuk dha Zoti rezultat? Kto pse kur fillon të ngren stekën e pyetjeve, jo thjesht në rrafshin e aftësive tua, por e përgjigjes nga Zoti, pse nuk dha Zoti sukses? Atëherë fillon edhe dyshime tek fuqia e Zotit, tek dashamirësia e Zotit, tek bujaria e Zotit dhe vetë tek besimi i Zotit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për t'ia mbyllur rrugën këtyre dilemave dhe pyetjeve pafund thotë që mos thoni sikur, sepse sikur i hap derën shejtanit, por mundohuni që t'i krijoni vetes tuaj mundësi të reja dhe për të ndërtuar skema të reja për të parë mundësi të reja për të arritur ato synime që ne kemi në jetën tonë të përditshme. Pra modeli i pishmandhëku që as sikur ta kisha bërë kështu, as sikur ta kisha bërë ashtu, është një model i cili nuk i preferohet besimtarit. Për besimtari duhet të shohë para dhe pavarësisht çfarë ka ndodhur dhe çfarë rrugë ka ndjekur, duhet të jetë i inkurajuar dhe i motivuar. Hosh bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në bisedën tonë. Normi shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim për përpjekjen që besimtari duhet të ketë në jetën e tij si një koncept i duhur në përditshmërinë dhe në besimin e tij. Pasi siç e trajtoi dhe Hoxha në pjesën e parë, Islami vjen me orientime konkrete dhe me këshilla profetike se si njeriu jo vetëm që të mos shoh mbrapa, por se të jetë vazhdimisht i inkurajuar për të punuar sa më tepër. Po ndërkohë në këtë përpjekje duhet edhe një balans. Duke qenë se jemi në temën e përpjekjes, Hoxh, ka njerëz të cilët përpiqen shumë, në thonjza e teprojnë, në kuptimin që përpiqen sepse mendojnë se vetëm përpjekja e dur mund të sjellë rezultate dhe shohin të panevojshme këtë pjesën e fatit, e kaderit, e mbështetjes tek Zoti. Ndërkohë, një natyrë tjetër e kundërt me këtë qasje është ajo natyrë e cila mendon se Zoti ka në dorë gjitha gjërat dhe përpjekjet janë shpesh edhe të panevojshme, madje mos ta egzagjerojmë me përpjekjet, mjafton që të lutemi dhe gjërat do të ecin mbar me një lutje të mjaftueshme dhe të bollshme. Si të gjej besimtari ekuilibrin e duhur midis përpjekjes konkrete, fizike dhe mbështetjes, po themi tek Zoti, tek kaderi, tek caktimi i tij. Atëherë, kaderi njihet botërisht që është principi themelor i besimit islam dhe pa besimin e të nuk mund të jesh dot tek ai bërgësi besimtarësh. Çdo gjë merr formë dhe jetë si pasojë vendimit të Zotit. Por faktikisht Zoti ka vendosur që ekzekutimin e disa vendimeve t'ia lënë apo ta lënë në varësi të veprimeve njerëzore, të përzgjedhjeve tona. Ne nuk jemi krijesa të cilat janë të programuara. Nuk jemi të robotizuar. Ne Zoti na ka krijuar me vullnet, me aftësi për të vepruar. Dhe që do të thotë që Zoti kërkon për ne që ne të veprojmë. Pra të përpiqemi. Të përpiqemi, sepse Zoti lufton fatalizmin. Feja islame është kundër fatalizmit. Pra që ne edhe demoralizohemi, që themi shiko, unë nuk kam asgjë në dorë, sepse unë jam njeri që ka kriju Zoti dhe çdo gjë është në dorën e Zotit, ne e besojmë këtë. Por nga ana tjetër besojmë që edhe pra po Zoti ka vendosur ligjin e shkak pasojës e sebeve. Pra çdo gjë në këtë botë do sipas një shkaku i cili mund të sjellë pasojën. Sepse nuk është domosdoshme pasoja. Absolutisht, siç mendojnë filozofët, por është e mundshme që të lindi pasojën. Pra Zoti kërkon për ne që të bëjmë veprimet dhe të bëjmë shkaqet që për të arritur suksesin e atyre vendimeve që ne dëshirojmë që të marrim në jetë apo synime që kemi në jetë. Pra, siç e përmenda edhe më lart, Islami e lufton fatalizmin sepse dhe në të njëjtën kohë Zoti nuk është përgjegjës për veprimet tona,
sepse gjendja jonë mizerabël shpeshherë nuk mund t'ja shohë dhe atribuohet Zotit, pavarësisht se është kader, që do të thotë që Zoti e ka shkruar në botën primordiale se çfarë do të na ndodhe ne si pasojë e veprimeve tona, jo si pasojë, pra ajo është një lloj zbulese për atë që do të ndodhë dhe jo determinim ose determinizëm vendosje nga ana e Zotit se çfarë do të bëjmë ne, sepse ne nuk jemi krijesa të programuara siç e thash më lart, por jemi krijesa me vullnet të lirë. Pra për dështimet tona nuk fajsojmë askën tjetër përveç vetes, po ndërkohë suksesin do t'ja atribuojmë Zotit në një mënyrë, pasi ju thatë se jo çdo përpjekje po themi sjell gjithmonë sukses. Ndërkohë Profeti alayhis salam tek një njëjti hadith që e përmendëm thotë përpiqu të bësh gjërat që sjellin dobi. Kërko ndihmë prej Allahut. Te koncepti i dobishmërisë. Si të arrijmë që ato dobi personale të mos jenë vetëm në rrafshin individual, por se të kthehen në dobishmëri publike. Pra si të jetë besimtari një po themi një qenie me aktivizëm publik, me prezencë publike, me dobishmëri publike. Si t'ja shohin hajrin të gjithë përpjekjes së tij në mënyrë. Rekomandimi i pejgamberit ishte i qartë, përpiqu të bësh mirë. Sepse edhe në fjalët e tjera të tij thotë që më i miri për ju është ai që bën më mirë dhe bën më sill dobi më tepër njerëzve. Ne jemi krijesa shoqërore të cilat nuk bën dot pa të tjerët. Dhe mirësia absolute, nëse mund ta lejohet në terma njerëzor, është kur ajo e shtrin spektrin e saj për te gjendjes individuale të një personi. Pra kur ajo përhapet edhe në persona të tjerë apo merr për masa komunitare. Rekomandimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në hadith është fare i qartë. Thotë që më i miri për ju është ai i cili bën dobi njerëzve. Pra dhe ky është synimi që ne jemi në jetë. Ne bëjmë një jetë komunitare, bëjmë një jetë sociale, të rrethuar me njerëz, për të dhënë dhe për të marrë, sepse nuk kemi ekskluzivitetin e gjitha aftësive njerëzore, kemi mangësi plot, por më i miri për ne është ai i cili ofron këtë mirësi dhe bën dhe hap spektrin e tij për ta bërë më të përgjithshme për njerëzit që ka rreth rrotull. Pra nëse duam ta masim në një besimin, duhet ta shohim dhe se sa të efektshëm jemi në komunitet, pasi shohim në mesin e njerëzve, të njerëz që ndoshta nuk duken për një fetari të madhe, po janë shumë të rëndësishëm në bashkësi. Mungesa e tyre ndihet, po themi, ndihet më një herë, pra ndoshta në një komunë diku ka vetëm një mjek. Mungesa e tij është, po themi, e shumë e efektshme, ose një mësues, ose pozita ndoshta nuk janë pamje të parë pozita kështu fetare, po ju thatë se profeti Resem na ka mësuar se ai që është më mirë për bashkësinë është dhe i treguesi besimit të tij. Këto persona kanë përthyer nga Islami kodin moral. Pavarësisht nuk e kanë me prapa skena apo prapa vija fetare. Mund të jetë se faktikisht në realitetin shqiptar, i gjithë kodi moral është rezultat dhe burim i besimit i cili është trashëguar në formë kulturore, në formë folklorike. Ne themi, kanë thënë plakat. Akoma kanë mbetur kjo lloj maksime ose kjo lloj shprehje dhe fraze. Plakat kanë pasur kështu. Pra ne ruajmë nga të moçmit disa fraza urtësie, të cilat janë përkthyer në terma bashkohor, por që janë fetare në radhë parë. Dhe njerëz të tillë që kanë virtyte të tilla, kanë morale të tillë, faktikisht burimin e kanë fetar. Dhe këto mungesa tyre vjetre në shoqërinë tonë, qofse na mungojnë. Sepse njeriu më i dobishëm është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Në qofse do jemi të dobishëm, do të luftojmë egocentrizmin. Dhe nuk do ta kemi falënderimin vetëm për veten tonë dhe të jemi mirënjohës ndaj Zotit duke i adhuruar edhe mirësitë e tij të tjerëve, atëherë ne do të ngrejmë një rrjet shumë të fuqishëm shoqëror. Se besimtari i mirë nuk është vetëm ai që ka fizikun e fortë, por që është dhe i ditur, por që është i fortë ekonomikisht dhe i fortë moralisht, por edhe i fortë politikisht. Dhe që të arrish të gjitha këto komponentë të shoqërisë, duhet krijosh një rrjet dhe një sistem shumë të fuqishëm norma shoqërore, norma fetare. Pra nëse do ngresh një rrjet të fuqishëm ekonomik, moral, kulturor, arsimor dhe politik, atëherë normalisht që
fuqia jote si besimtar i ka kapërcyer ata kufit individual dhe ka marrë për masa më të mëdha. Dhe faktikisht u jemi realisht të dobishëm për shoqërinë se ku jetojmë. Ndonjëherë ka njerëz që profesioni i tyre është i profesion që po themi për cilit njerëzit shpesh kanë varësi, pra shumë i rëndësishëm, siç përmenda një mjek diku në një fshat, në një komunë, një mësues apo kushdo qoftë. Dhe ndoshta ai aty është aty rastësisht, pra nuk e kishte menduar ndonjëherë se do ishte aq i rëndësishëm. A duhet ta bëj njëtin ky dhe të shpresoj tek Zoti që për çdo ndihmë që po i jep këtyre njerëzve ka sevap tek Zoti. Pra, si ta rregullojmë këtë vetë perceptimin që Zoti po na përdor për nevojat e shumë njerëzve. Dhe në këtë vepër ka sevap dhe ka mirësi. Se ndonjëherë edhe punën dhe profesionin ton e kalojmë ashtu thjesht në atë tetorashin edhe nuk e lidhim me këtë botën shpirtërore dhe me sevapin. Jo më vështirë që ne hasim një jetë është njëti, qëllimi, synimi që kemi për veprimet tona dhe për aktivitetin ton. Dhe jo më kot, sepse dikur ne habiteshim me fjalët të parëve ton që thoshin gjë më vështirë që kam hasur në jetë është qëllimi dhe njëti. Sepse njëti është një akt i zemrës, ndërkohë që një veprimtari fetare është akt i trupit dhe kërkon më tepër mund, por që të aktivizosh këtë të jashmen, duhet që ta kesh përgatitur të brendshmën. Pra përpjekja fillon nga brenda. Përpjekja fillon nga brenda. Dhe që ne të jemi të dobishëm, qoftë edhe për veten tonë, për të arritur kënaqësinë e Zotit, ne duhet të saksojmë jetën tonë. Ne duhet të jetojmë në jetën me qëllim të mirë. Për çdo gjë, për çdo veprim. Sepse momentin që na largohet nga vëmendja jonë kënaqësia e Zotit dhe bëhet jeta rutinë dhe jemi fullemi brenda sistemit rutinor të jetës dhe të shoqërisë ku jetojmë ne. Do shkoj këtu, do bëj këtë veprim të ri tjetër, do takoj filanin, do shkoj në punë, do kthehem nga puna. Pra, kur ne harrojmë pse jetojmë, qëllimin pse kemi ardhur në jetë, dhe kjo ka nevojë për një lloj vetëdijsimi dhe vetëpërgjegjshmërie, atëherë nëse ne do ta aktivizojmë këtë lloj vetëdijsimi në çdo vepër, do ta bëjmë me qëllim. Prandaj pejgamberi thotë që kur të pish ujë me bismillah me emrin e Zotit. Pra Zoti është ai i cili ta ka ofruar këtë mirësi që ti bësh dobi vetes tënde dhe ti do të jesh mirënjohës, alhamdulillah në fund. Dhe jo vetëm kjo, se ky mund të jetë rasti më banal, por edhe raste të tjera kur aktiviteti ynë prek nuk kufizohet në aktivitet individual, por më tepër që kemi të bëjmë edhe me shoqërinë, atëherë dobia do të jetë akoma më e madhe. Ne do të jemi më dobishëm, prandaj ai person që është vendosur diku nuk është vendosur kot. Unë shkëpuz vetëm një fjalë të Imam Sekenderiut, ka një libër shumë të bukur me aforizma, i cili thotë largimi nga pozicioni ku të ka vendosur Zoti është ego e fshehur dhe mendimësi e fshehur. Sepse njeriu kjo nuk kupton që ne mos vendosim kriterë dhe mos vendosim synime më të larta për veten tonë, por kalimi, pra nëse unë shikoj veten time të dobishëm në një pozicion të shoqërisë dhe ta lë këtë për një dëshirë time, që e cila nuk mund të përkthehet në dobi të përgjithshme, atëherë mund të jetë një lloj ego e fshehur që unë dëshiroj ta aktivizoj kundrejt një lloj mirësie të madhe që mund t'i jap njerëzve, ndërkohë që mund ta nënvlerësoj dhe ta neglizhoj. Po ta kishim parë kështu do kishit më pak emigracion, pasi ndoshta shumë potenciale që kanë qenë në vendin tonë, kanë qenë shumë dobishëm, janë larguar për një jetë më të mirë, po ndoshta nuk janë po aq të dobishëm atje ku janë. E lidh këtë sepse para disa ditësh takova dikë i cili më tha se ishte elektricisti vetëm në një zonë ku përfshinte disa fshatra. Dhe mendova thash po ta bëj këtë punë për hatër të Zotit, mund të synoj sevap dhe shpërblim për gjithë këto shtëpi që nëse ky largon edhe i kthen shtëpinë apo emigron në këtë rast, ngelen gjithë ato familje ndoshta edhe pa dritë dhe pa një akses që duket si punë e rëndomtë. Do ta paralizoj komplet atë shoqërinë e vet aty, lokalitetin. Edhe kjo është mungesë e kapaciteteve njerëzore që ne faktikisht e përjetojmë sot. Largimi i trurit, largimi i aftësive, largimi i profesionistëve. Dikush më tha, a e shikon veten tatë jashtë Shqipërisë? Për ato diskutime që bëm para kronikës ose para emisionit. Them nuk e shikoj. Pavarësisht se Shqipëria ka shumë vështirësi,
ne ja dalim, ne të mbijetojmë, por qëllimi ynë është kënaqësia e Zotit që të mos lejmë vende vakant, mos lejmë bëshllok në këtë shoqëri që ndoshta ka nevojë për atë gjë që ne dimë të bëjmë. Pra edhe momenti i vështirësive, nëse saktësohet njëti, atëherë mund ta marrësh problemin, sigurisht duke bërë një vepër shumë jashtëzakonisht më të madhe dhe më të mirë. Aty ku ti mund të imagjinosh. Pra përpjekja duhet me një jetë të mirë, por se edhe po themi në ato pozita dhe ato pozicione ku Zoti na përdor për hajër shumë të madh se sa vetja dhe familja jonë. Hoxha, të falenderoj shumë për këtë bisedë, Zoti nderoft. Faleminderit edhe ju. Pra miq, folëm për përpjekjen, ishim me Hoxh Ervin Gjulafkun, i cili na solli disa shembuj nga jeta e Profetit alayhis salam dhe disa porosi konkrete se si Profeti alayhis salam ishte një mirënjohës dhe falendërues i madh ndaj Zotit, edhe pse Zoti e kishte falur gjunahet, dhe se si i udhëzonte dhe i orientonte besimtarët që të mos jenë pesimist, që të mos bëhen pishman për të shkuar në tyre, që të mos thonë as sikur, por se të jenë të fortë, të jenë të mobilizuar, të jenë të dobishëm për njerëzit dhe të synojnë gjithmonë më të mirën duke përpjekur vazhdimisht në jetën e tyre dhe në besimin e tyre. Unë ju falenderoj për këto minuta që ndam së bashku, do të takojmë sërish javën e ardhshme me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar. Kalofshi sa mirë.